Dikush më ka thënë njerë që kjo është një e vërtet aq e thjeshtë, sa nuk ishte nevojshme të shkruaj për të, por I thash jo, është një e vërtet aq e thellë sa nuk ndihemi denj të shkruaj për të. Shumë njerëz janë vërtet të pështjelluar për dashurinë e Perëndisë. Ai nuk na do ashtu siç duam ne. Ne I duam të tjerët për shkak të asaj që ata mund të bëjnë për ne. Ai na do sepse është në natyrën e Tij që të dojë. Dhe kur e njohim dashurinë e Perëndisë, kjo është gjëja më e mrekullueshme. Po kërkoja një mënyrë për të ndihmuar njerëzit që thjesht ta kuptonin dashurinë e Perëndisë. Dashuria e Perëndisë është si një univers ku nuk kemi qenë më parë dhe kur përpiqemi ta kuptojmë këtë nga këndvështrimi I Perëndisë, kuptojmë se nuk kemi të pajisur për ta bërë këtë. Ajo që përpiqem të bëj, tesoria Perëndia ju do, gjithmonë ju ka dashur, gjithmonë do t'ju doj, është I bëj ehon zemrës së Perëndisë për njerëzit e botës mbar. Ajo që është interesante kur njohim Perëndinë është se kuptojmë se Perëndia gjithmonë na ka dashur dhe kur e zbulojmë këtë është gjëja më e mrekullueshme sepse pastaj mund fillojmë ta duam atë. Në fakt, Biblia thot se Perëndia është dashuri. Kur ne e dim këtë, kur e dim se dikush na do, kur e dim që Perëndia na do, kjo bën gjithë ndryshimin. Ekziston një pyetje që çdo predikues duhet ta bëjë kur predikon vazhdimisht. Madje tua thot edhe me zë të lartë njerëzve. Po pastaj, pra Perëndia na do. Po pastaj, çfarë duhet të bëjmë ne me këtë? A duhet të qëndrojmë në shtëpi dhe të reflektojmë mbi dashurinë e Perëndisë, të kemi ndjesi të ngrohtë në zemër dhe të mendojmë sa mrekullueshme të mësojmë që Perëndia na do? Jo. Biblia nuk na e jep këtë mundësi. Biblia na thotë që për shkak të dashurisë së Perëndisë, ne jemi përgjegjës për të bërë diçka. Në fakt, dashuria e Perëndisë ndikon te ne në atë mënyrë sa do të ndryshonte çdo gjë te ne nëse e kuptojmë siç duhet. Ka për të ndryshuar marrëdhëniet tona dhe çfarë është jeta nëse nuk janë marrëdhëniet? Ajo ndryshon marrëdhënien tonë me Perëndin, me veten tonë, me të krishterët e tjerë, me ata që kemi përreth, madje edhe me armiqt tanë. Kjo është natyra e dashurisë së Perëndisë. Më kujtohet kur e zbulova për herë të parë këtë paradigmë se sa emocionuese ishte për mua, sepse e kam të lehtë ta përfytyroj në mendjen time. Është si një gur që bie në ujë dhe krijon radhë qendror që dalin prej tij. Kjo është historia e përgjegjësisë son si të krishterë tani që e dim se Perëndia na do. Prandaj do t'ju përshkruaj këtë panoramë sot duke filluar nga qendra e duke lëvizur larg saj, ndërsa I bëjmë vetes këtë pyetje: Perëndia më do, po pastaj, çfarë duhet të bëj unë me këtë? Pikë së pari, më lejoni t'ju theksoj se për shkak se Perëndia ju deshi, edhe ju mund ta doni atë. Mund thoni, unë nuk kam nevojë që Perëndia të më dojë, unë e dua atë, po keni nevojë. Dhe dua t'ju tregoj sepse keni nevojë, sepse dashuria fillon me Perëndinë, e ka origjinën te Perëndia. Pa Perëndin nuk ka dashuri. Nëse Perëndia nuk do t'ju kishte dashur në fillim, nuk do të kishte dashuri për t'ia kthyer atij. Dhe këtë na e thot fjala e Perëndisë tek 1 Gjoni kapitulli 4. Në këtë është dashuria, jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Vini re, ne e duam atë sepse ai na deshi I pari. Zonja dhe zotrin, ne nuk kemi kapacitet për të dashur nëse nuk na e ka dhënë Perëndia. Nga natyra, ne nuk jemi krijesa që duam. Dashuria e Perëndisë nuk na u tregua sepse ne e deshëm më parë atë. Në fakt, siç e kemi mësuar gjatë kësaj serie, me vetë veprimet tona e kemi treguar që si jemi njerëz shumë të dashur. Kur Perëndia na dha dhuratën e tij më të madhe, ne ja përplasëm në fytyrë me rebelim. Biblia thot se përpara se Perëndia të hynte në jetën tonë me dashurinë e tij, ne ishim si armiq për të. Ne ishim në mëkatin tonë, duke bërë gjërat tona dhe as pak të vetëdijshëm për Perëndin. Sërish Perëndia e tregoi madhështinë e dashurisë së tij duke vazhduar të na e jap me bollëk atë pavarësisht rebelimit tonë. Madje dërgoi edhe birin e tij që të merrte mbi veten dëshkimin e mëkateve tona. Pra Perëndia është burimi ynë vetëm I dashurisë. Pa dashurinë e tij për mua, nuk do të kisha aftësinë për ta dashur atë. Unë jam shumë mirënjohës që mund ta dua Perëndin tim, sepse ai më ka dhënë dashurinë për ta bërë këtë gjë. Dhe rrethi I dytë funksionon kështu, për shkak se Perëndia na do, ne mund të duam veten tonë.
E di sa të shtangur mund të mbeten disa prej jush, kur më dëgjojnë, ta them këtë. Duket sikur të duash veten është diçka që nuk duhet ta themi kurrë në një mesazh të krishterë. Por më lejoni t'ju them se në Dhjetën e Re na thuhet 9 herë që ta duam veten. Biblia na thot që ta duam të afërmin, por si vetveten. Por si do të mund ta duam të afërmin nëse nuk dim të duam veten? Dhe më duhet të besoj se me konceptin vetë dashuri është abuzuar seriozisht në kulturën tonë. Por kjo nuk është arsye pse ne nuk duhet ta kuptojmë se Perëndia na ka dhënë udhëzime për të dashur veten. Dhe kam një ndjesi që për shumë prej jush, njeriu më i vështirë në botë që ju do ta doni është personi që shihnin pasqyrë sa herë që zgjoheni në mëngjes. Unë kam dëgjuar histori për njerëz që kanë urrëtie për veten, jeta e cilëve ndikohet nga fakti se ata kurrë nuk bën paqe me veten, por po ju tregoj diçka që e kam mësuar duke studiuar dashurinë e Perëndisë. Nëse nuk mësojmë si ta marrim dashurinë e Perëndisë në zemrën tonë, ne kurrë nuk mund të kemi as pak dashuri për t'i dhënë dikujt tjetër. Më lejoni t'ju them diçka miq. Jezus Krishti vdiq në kryq për gjithë secilin prej nesh. Është fyerje për Perëndin që të mos e duam dikë që Perëndia e do. Perëndia ju do juve, ai vdiq për ju dhe duhet ta kuptoni dashurinë e tij për ju dhe pastaj ta zbatoni te dashuria juaj për veten tuaj. Kjo nuk është diçka egocentrike, nuk është diçka që ka lidhje me egoizmin. Kjo ka të bëjë thjesht me vlerësimin e duhur që duhet kemi se kush jemi ne përpara Perëndisë. Pali e thot kështu në librin e Romakëve. Ai thot: "Secili prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkohur sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit." Miqtë e mi, ne jemi krijesa që janë krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Le të mos vim rrotull duke e çuar veten dëm me një ndjesi të rreme për ulësie. Perëndia na ka dashur dhe dha birin e tij për ne. Ai na konsideron të denj për dashurinë e tij dhe ne kështu duhet ta konsiderojmë veten tonë. Prandaj për shkak se Perëndia na do si fillim mund ta duam atë dhe pastaj mund të duam veten tonë. Pastaj së treti Biblia na thot se për shkak se Perëndia na do ne mund ta duam njëri tjetrin në trupin e Krishtit. Në Dhjetën e Re fjala njëri tjetrin na thuhet 61 herë të ndryshme. Sa prej jush e din se në përvojën e krishterë ne i bëjmë më mirë gjërat me njëri tjetrin se sa vetëm. Biblia është shumë e qartë për këtë. Aq e qartë sa fjala shenjtore kur nuk shfaqet në numrin njëjës, por gjithmonë në shumës. Dhe Perëndia na ka vendosur bashkë në komunitet. Dhe në Dhjetën e Re ai na thot se ne duhet kemi shërbes njëri me tjetrin, që ne duhet kemi dashuri për njëri tjetrin, por kjo është thjesht një nga gjërat që Biblia thot se duhet të bëjmë. Biblia gjithashtu na thot se ne duhet të lutemi për njëri tjetrin, ta inkurajojmë njëri tjetrin, ta përshëndesim njëri tjetrin dhe ta falim njëri tjetrin. Ti shërbejmë njëri tjetrit, të mbajmë barrët e njëri tjetrit dhe lista vazhdon kështu pafund. Kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell pas kohës së tij këtu në tokë, ai mblodhi bashkë dishepujt e tij dhe u tha atyre: "Po ju jap një urdhërim të ri, ta doni njëri tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin." Gjoni 13:35. Jezusi nuk tha: "Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse predikoni mesazhe të mira, apo nëse bëni një jetë mirë, apo nëse luteni shumë ose nëse shkoni shumë në kish." Ai tha: "Nëse doni që njerëzit ta dinë që ju jeni të mit, ja se si do ta kuptojnë këtë, nga mënyra se si ju e doni njëri tjetrin." Ata e pan Zotin Jezus si një model të dashurisë. Së pari ata e ndjen dashurinë e tij për ta. Ata e pan atë të zgjatej drejt atyre që kishin nevojë për të. Ai gjithmonë ishte duke i dashur të gjithë njerëzit. Dhe mbi të gjitha ai deshi dishepujt e tij. Biblia na thot se edhe pse ata e tradhtuan atë dhe nuk u treguan besnik ndaj tij, ai deshi ata deri në fund. Dhe ndërsa afrohet koha e rikthimit të tij, ai tani po u thot: "Ju e keni parë se si ju kam dashur unë. Tani duaj që ta ndiqni këtë shembull dhe duaj që ta doni njëri tjetrin." Në fakt, këtë e përsërit sërish në kapitullin 15 të Gjonit, për t'u siguruar që ata do ta kuptonin këtë gjë. Mund të thoni: "E po si tua shpreh dashurinë atyre që kanë përreth?" Më lejoni t'ju tregoj 3 mënyra. Numri 1, mund ta bëni duke i inkurajuar ata. Inkurajimi është diçka që është shumë e nevojshme në këto kohë. A më dëshmon njëri për këtë?
ne kemi shumë njerëz të dekurajuar, ne kemi shumë njerëz që po kalojnë kohë të vështira. Ju nuk e dini se sa e rëndësishme është që ju t'u afroheni njerëzve me fjalë inkurajimi. Bibla na thot vazhdimisht që duhet ta inkurajojmë njëri tjetrin. Të inkurajosh dikë do të thotë, në fakt, fjala e përdorur në gjuhën e Dhjetës së Re është një fjalë që nën kupton ti afrohesh anës dikujt. Unë e përfituroj sikur ti hedhësh dikujt krahun në qafë dhe ti thua shej, ne po lutemi për ty. Ne duam të t'inkurajojmë. Dhe duam që të jemi një bekim për ty dhe dini keni mundësi që këtë ta bëni kudo ku ju shkoni. Unë dua që të dini se nëse i hapni syt, nëse shikoni me kujdes, sa herë që do të ktheni kokën, do të gjeni dikë për cilin mund të luteni, që mund ta inkurajoni. Ne duam njëri tjetrin duke inkurajuar njëri tjetrin, duke ngritur moralisht njëri tjetrin. Biblia na thot tek 1 Thesalonikësve se ne duhet ta ndërtojmë njëri tjetrin. Shpreha ngre moralin shpeshherë përdoret pa e ditur siç duhet kuptimin dhe domethënien. Por shpreha ngre moralin thjesht ka kuptimin të ndërtojmë njëri tjetrin. Do thotë që ne t'u japim hir atyre që takojmë. Shpreha ngre moralin vjen nga dy fjalë në gjuhën greke që kanë kuptimin të ndërtojë një shtëpi. Dhe kjo shprehje ka kuptimin të ndërtoj. Si ka mundësi që ne e kemi humbur këtë në kishat tona, kurse disa njerëz në fakt e kanë çuar në ekstremin tjetër. Ata besojnë se dhuntia e tyre frymërore është që të shkatërrojnë njëri tjetrin. Në vend që të jenë ripërtëritës dhe inkurajues, ata bëhen shkatërrues. Ata nuk kanë ndonjë fjalë të mirë për të thënë, ata presin që ju të bëni diçka që atyre nuk u pëlqen ose të thoni diçka që nuk i kap standardet e tyre dhe bëheni objektiv i kritikave të tyre. Ku e gjejmë këtë në fjalën e Perëndisë? Fjala e Perëndisë thotë se ne si besimtar duhet t'ia shprehim dashurinë njëri tjetrit, duke e inkurajuar dhe ndërtuar njëri tjetrin. Dhe së treti, Biblia na thotë se ne duam njëri tjetrin duke e argëtuar njëri tjetrin. Kjo ka të bëjë me mikpritjen. Biblia na thotë se ne duhet të jemi mikpritës. Mund të thoni çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ne nuk duhet ta bëjmë kur na vjen neve për shtat apo kur jemi të detyruar ta bëjmë, por të jesh mikpritës do të thotë që të kërkosh dikë me të cilin të jesh mikpritës. Si njerëzit në këtë bashkësi këtu, që ftojnë njerëz për darkë, njerëz që i kanë takuar për herë të parë në këtë shërbes, të kërkosh mundësi për të inkurajuar, për të argëtuar dhe për të qenë bekim për njerëzit. Më lejoni t'ju them edhe diçka të fundit për dashurinë për njëri tjetrin. Që mjeti më i mirë që ne kemi për ta dashur njëri tjetrin gjendet në këtë libër. Ka shumë raste kur duhet të shkojmë të shohim dikë dhe rrugës për aty mbase i themi bashkëshortes në makinë, nuk e kam iden se çfarë do t'u them këtyre njerëzve. Por për gjatë rrugës, Zoti mbase ju jep thjesht një varg nga shkrimi, apo një psalm, apo diçka që e keni dëgjuar në kishë të dielën. Dhe kështu në mungesë të diçkaje që e keni menduar, mund të ndani me ta fjalën e Perëndisë. Sa prej jush e dinë që kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëni. Perëndia jo shprehimisht na ka premtuar që do t'i bekojë fjalët tona, por ka premtuar të bekojë fjalën e Tij. Dhe disa prej jush e kanë pasur një përvojë të tillë, ja se çfarë dua të them. Ju më keni shkruar historitë tuaja, më keni treguar se çfarë ka bërë Perëndia. Kur ju keni shkuar te dikush dhe e keni ndier se ka qenë në nevojë dhe u keni thënë atyre, më lejoni t'ju them diçka që dua t'ju jap sot si dhuratë. Perëndia ju do. Ai gjithmonë ju ka dashur dhe gjithmonë do t'ju dojë. Kjo vjen drejt nga fjala e Perëndisë. Si mund ta dua një besimtar tjetër? Si mund ta duam njëri tjetrin? Duke inkurajuar njëri tjetrin, duke ngritur moralisht dhe duke i hapur derën njëri tjetrit. Dhe të gjitha këto janë mbështjellë te libri ynë i së vërtetës, që është Biblia. Ktu do të gjeni gjërat për të inkurajuar të tjerët. Dhe Biblia na thotë se ne duhet jemi kampion në këtë aspekt. Prandaj, le të kthehemi pak për një çast dhe të kuptojmë se për shkak se Perëndia na do neve, ne mund ta duam atë. Për shkak se Perëndia na do neve, ne mund ta duam veten. Për shkak se Perëndia na do neve, ne mund ta duam njëri tjetrin. Ja edhe vala e katërt, që vjen nga dashuria e Perëndisë. Për shkak se Perëndia na ka dashur ne mund të duam të afërmin ton. Në librin e Mateut, na thuhet se njerëzit shkuan te Zoti i Jezus dhe pyetën atë për urdhërimin e madh. Dhe ai u tha se urdhërimi është ky: duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënde, me gjithë mendjen tënde. Dhe i dyti i ngjashëm me këtë është, ju kujtohet çfarë tha? Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Tani të afërmin tan jo domosdoshmërisht janë të krishterë dhe nuk po flasim vetëm për njerëzit që jetojnë ngjitur me ne, të shtëpia ngjitur, të apartamenti ngjitur apo të hyrja ngjitur me ne. Biblia e përkufizon fqinjin përmes historisë së Samaritanit mirë për dikë që nevojat e cilit ju keni mundësi që t'i plotsoni. Pikërisht ky është i afërmi.
Dikush që e shihni, dikush që e takoni, i cili është në nevojë dhe ju keni aftësinë për t'ua përmbushur atë nevojë, ai njeri bëhet menjëherë i afërmi juaj. Dhe Biblia na thot se ne duhet ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Në librin e Romakëve, Pali i drejtohej kishës romake dhe ai u dha atyre një shpjegim të pabesueshëm mbi rëndësinë që ka të duam të afërmin ton. Te Romakëve 13 ai thot, mos i kini asnjë detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin, sepse ai që do tjetrin e tij e ka përmbushur ligjin. Sepse urdhërimet mos shkel kuror, mos vrit, mos vidh, mos thuaj dëshmi të rreme, mos lakmo, 5 urdhërimet e fundit të 10 urdhërimeve. Dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër përmblidhen në këtë fjalë, duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Dhe pastaj në vargun tjetër ai na e shpjegon se çfarë do të thotë kjo. Ai thot, dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria pra është përmbushja e ligjit. Me fjalë të tjera, nëse jeni afërm i mirë, nuk duhet të shkelni kuror me gruan e fëmijët, nuk duhet të vidhni gjërat e fëmijët, nuk duhet të lakmoni atë që ka fëmijë juaj. Duhet jeni fëmijë mirë dhe ta doni fëmijën tuaj. Ju duhet të shkoni tek ai dhe t'ia shprehni dashurinë e Perëndisë atij me vepra të prekshme, në mënyrë që ai ta shohë realitetin e Jezus Krishtit në ju. Dhe pastaj kemi edhe të fundit, ja se cili është rrethi i fundit i 5 rradhëve. Ju kujtohet se cilët ishin? Për shkak se Perëndia na do, ne mund ta duam atë, ne mund të duam veten, ne mund t'i duam miqtan në kish, ne mund të duam të afërmin ton rrethi më i gjerë. Tani po ju them atë që do t'ju trondis vërtet imagjinatën. Për shkak se Perëndia na do, ne mund t'i duam armiqt tan. Wow, pastor, më humbe te kjo e fundit. Unë duhet t'i duar miqtë e mi? E po më lejoni t'ju tregoj se çfarë thot shkrimi te Mateu 5. Ju keni dëgjuar se që thënë, duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun tënd, por unë po ju them, thot Jezusi, duajini armiqt tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin, për të qenë bij të Atit tuaj që është në qiej. Jini pra të përkryer ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qiej. Biblia na thot se nëse ne i trajtojmë armiqt tanë ashtu siç e trajtojnë armiq gjithë të tjerët, me përçmim dhe që duan ta kmerren, nuk jemi më të mirë se gjithë të tjerët, nuk kemi nevojë për Jezusin për të bërë këtë. Të gjithë e bëjnë këtë edhe pa Jezusin. Por nëse keni atë në zemër, nëse keni dashurinë e Perëndisë në zemër, Jezusi do t'ju jap guximin dhe aftësinë për ta kthyer gjithë këtë përmbys. Mund të vizatoni një vizë në rër dhe të thoni, kjo ndalon këtu. Sepse nuk do të reagoj ndaj lëndimeve që më jepni. Unë do të të dua, unë do të të nderoj, unë do të të bekoj. Biblia më thot që të lutem për ty, dhe nëse dikush ka uri, jepini diçka për të ngrënë, nëse kanë etje, jepini diçka për të pirë. Kur ju e bëni këtë, Biblia thot se kështu do të grumbullojnë mbi kryet të tyre të ngjit të ndezur. Dhe ndërprisni zinxhirin e akmarrjes, që shpesh vazhdon me vite, siç e kemi dëgjuar të ndodh. Mund thoni, e ka bërë ndonjëherë dikush këtë? Po, padyshim, që nga agonia e tij në kryq, Jezusi pa poshtë ata që e kishin masakruar dhe i kërkoi Perëndisë që t'i falte. Stefani, martiri i parë, bëri të njëjtën gjë, dhe Pietri thekson se Jezusi kur e fyenin nuk e kthente fyerjen, kur vuante nuk kërcënonte, po dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. Dhe për shkak se Jezusi i deshi armiqtë e tij, edhe ne mund t'i duam armiqtë tanë. Dhe prandaj apostulli Paul, që krijoi marrëdhënie me rojat e burgut, shkruan kështu te libri i Romakëve: bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Nëse armiku yt pra ka uri, jepit haj, në pas etje jepit pi, sepse duke bërë këtë do të grumbullosh mbi kryet të tij të ngjit të ndezur. Biblia na thot se neve, për shkak se Perëndia na do, na është dhënë një inventar i pabesueshëm i dashurisë, që zgjatet drejt qiellit, që zgjatet për brenda, që zgjatet për jashtë, madje edhe zgjatet drejt përtej vijës së armiqësisë, drejt armiqve tanë. Një nga historitë më frymëzuese për dashurinë ndaj armiqve është ajo e John Perkinsit. Johnny u rrit si njeri me ngjyrë në Mississippi. E la shkollën në klasën e 3 dhe gjatë viteve të adoleshencës shkoi në Kaliforni për të kërkuar vend pune. Kur ishte në Kaliforni, ai u bë krishter dhe shumë shpejt filloi të besonte se Perëndia e kishte thirrur që të predikonte ungjillin
Te njerëzit e varfër me ngjyrë me cilët ishte rritur në Mississippi, prandaj u kthye sërish aty. Më 7 shkurt 1970, një mbrëmje të shtune, në mes të një trazire racore, policia arrestoi një grup studentësh me ngjyrë në universitet. John Perkinsi dhe bashkëpunëtorët e tij shkuan menjëherë për t'i nxjerrë ata nga burgu. Por kur shkuan aty për të folur në emër të arrestuarve, 5 zëvendës sherif dhe një polic rrugor i rrethuan ata, i vunë nën arrest dhe filluan që t'i rrihnin dhunshëm. Perkinsi nuk ishte bërë asgjë të gabuar, ai nuk kishte dosje penale. Ai ishte një drejtues me ngjyrë që po përpiqej të ndihmonte afroamerikanët e rinj dhe vetëm kaq duhej në atë qytet të caktuar dhe në atë kohë të caktuar. Rrahjet vazhduan gjatë shumicës së natës. Agresorët e masakruan Perkinsin, e qelluan me shkelm në kokë, brinj dhe i. Një oficer mori një pirun dhe i anguli fillimisht në hund dhe pastaj i anguli në fyt. John Perkins ishte pa ndjenja gjatë shumicës së asaj mbrëmjeje. Ai ishte aq i enjtur dhe i masakruar sa studentët që ishin përreth tij ishin të sigurt se ose kishte vdekur ose do të vdiste së shpejti. Por në një farë mënyre me anë të hirit të Perëndisë ai i mbijetoi natës. John Perkinsi nuk zgjodhi që të reagonte me zemërim. Ai kishte ardhur në Mississippi me një mision për njerëzit me ngjyrë. Ata kishin nevojë për mbështetjen e tij dhe për udhëheqjen e tij. Dhe kjo udhëheqje duhej të fillonte pikërisht tani, duke dhënë shembullin se si do të reagonte me atë që i kishte ndodhur. Ai më vonë shkroi për sulmuesit e tij, më kujtohen fytyrat e tyre aq të shtrembruara nga urrëtia, dukeshin gati si demon me fytyrë të bardhë. Për herë të parë e pash se çfarë u kishte bërë urrëtia atyre njerëzve. Ata polic ishin të varfër dhe e shihnin veten si të dështuar dhe vetmja mënyrë që dinin për t'i dhënë vetes një ndjesi vlere ishte duke na rrahur ne. Racizmi i tyre i bënte të ndiheshin si dikushi. Si krishter, Perkinsi nuk mund të merrte urrëtia dhe ta kthente atë. Një zgjedhje e tillë nuk ishte e mundur për një dishepul të Jezus Krishtit, princit të paqes. Dhe ndërsa qëndronte i shtrirë në dyshemen e burgut, me pellgun e gjakut që e rrethonte, me vrajat që i mbulonin trupin, ai ishte në lutje. Ai e dinte se nuk mund të ndërmjetësonte me Zotin, por nuk mund të ndalonte përgjërimin që i dilte nga zemra. Zot, unë dua t'u predikoj edhe këtyre njerëzve. Unë dua t'u predikoj atyre që nxiten nga urrëtia që kanë. Unë dua ta zhduk këtë urrëtie nga ata përgjithmonë, duke u predikuar për dashurinë e Ungjillit të Perëndisë. U deshën muaj të tërë që trupi i Perkinsit të shërohej. 2 doktor, njëri i bardhë dhe tjetri me ngjyrë, punuan me plagët fizike dhe me butësi dhe dëmshuri i sollën sërish shëndet të plot. Dhe Jezus Krishti, që është doktori i zemrave, punoi me ndjenjat e tij të lënduara, që një ditë në trup dhe shpirt John Perkinsi u shërua dhe rifitoi fuqi të plot. Dhe tani ai e dinte që nuk ishin vetëm njerëzit e tij që kishin nevojë të çliroheshin, por ishin të gjithë. Tani që Perëndia ma kishte bërë të mundur të falja ai shumë të bardhë që më kishin lënduar, thot ai e gjeta veten duke i dashur me të vërtet ata dhe doja që të keqen ta ktheja për mirë. Prandaj ai filloi një udhtim të gjatë ripajtimi duke ndërtuar ura komunikimi. Në fakt, ai u bë themeluesi i shërbesës Zëri i Kalvarit, që i dedikoi ripajtimit racor. Ai ishte aq i thellë në ndikimin që pati në komunitetin e tij, sa kur Ronald Reagan ishte president, ai e vendosi në krye të komisionit për të rikthyer paqen e brendshme të qytetit gjatë asaj kohe. Me pyetjen e madhe me cilën u përball John Perkinsi, me raste përballemi edhe ne, a nuk është kështu? A mund t'i duam ata që nuk na duan? A mund t'i duam ata që na përndjekin? A mund të ndalojmë se jetuari në këtë cikël pafund ku e kthejmë të keqen me të keqe, madje edhe apatin me apati? Çfarë do të ndodhte në fakt nëse fillojmë t'i trajtojmë njerëzit si antar të humbur të familjes së Perëndisë? Mund të më thoni, pastori Jeremia, kjo është një lloj dashurie për të cilën nuk kam kapacitet. Le të ngrem dorën të gjithë dhe të themi as ne. Kjo nuk është diçka që mund ta bëjmë me forcat tona, apo jo? Kjo lloj dashurie duhet të jetë e mbinatyrshme, nuk është dashuri e natyrshme. Nuk është diçka që thjesht e bëjmë sepse papritur kështu e ndjejmë në zemër. Kjo dashuri vjen nga diku tjetër dhe ne e dimë se ku, apo jo? E gjithë kjo dashuri vjen prej Atit. Dhe prandaj duhet të pyesim veten si mund të bëhem ai njeri që e do me të vërtet Perëndin, që e do veten, që i do vëllezërit dhe motrat, që e do të afërmin, që madje i do edhe armiqt. Si mund ta bëjmë këtë? Mendoj se gjeta një shembull të mirë që do të na çojë në një përfundim për këtë seri dhe shpresoj që të mos e harroni kurrë, sepse unë nuk do ta harroj.
Henry Drummond ka shkruar një libër që u bë libër klasik. Ky libër flet për mesazhin e dashurisë dhe titullohet Gjëja më madhështore në botë. Disa prej jush mund ta kenë lexuar nëse e shihni në ndonjë librari, merreni ose porositeni në internet. Gjëja më madhështore në botë, sipas Henry Drummondit, është dashuria. Në një pjesë të librit të tij, ai bën pyetjen që sapo bëra dhe unë, si mundet një njeri të mësojë të dojë kështu, dhe ai na jep këtë shembull. Ai na tregon se një magnet mund t'ia kalojë magnetizmin e tij një copë hekurit të zakonshëm që lihet pranë tij për një kohë të mjaftueshme. Ai thotë se nëse keni një magnet të fuqishëm dhe merrni një copë hekurit të zakonshëm dhe e lini pranë tij për një farë kohe, kur ju e largoni hekurin, ai do të zotërojë magnetizmin që kishte magneti. Dhe jam i sigurt që e kuptoni iden. Nëse dëshironi që të doni si çdo perëndia, duhet të afroheni aty ku është perëndia. Nëse dëshironi që të doni si çdo Jezusi, mund të doni si çdo Jezusi nëse kaloni kohë me të. Sa më afër që t'jeni me autorin e dashurisë, aq më shumë nga ajo dashuri do të kalojë përmes jush. Ai sa edhe mund t'ju habis ndonjëherë që ju mundët të bënit atë që bët. Ne mësojmë të duam nga autori i dashurisë që është perëndia dhe nga biri i tij Zoti Jezus Krisht. Dhe siç e tha dhe Henry Drummond, ai është magneti, ne jemi hekuri i zakonshëm, dhe nëse qëndrojmë afër burimit, ne do të fillojmë të mësojmë të duam si çdo ai. Dhe ky është mësimi i kësaj serie, thirrja që duhet të përqafojmë, veprimi që duhet të bëjmë. Çfarë të bëjmë me dashurinë e Perëndisë? A ta ruajmë atë? A ta kremtojmë atë? A të gëzohemi për të? Oh po, kjo është e vërtet. Duhet i bëjmë të gjitha këto, por gjëja përfundimtare që duhet bëjmë me dashurinë e Perëndisë është që të bëhemi kanale të saj. Perëndia do t'i dojë të tjerët përmes nesh. Ne jemi kanali i vetëm që ai ka gjatë këtyre ditëve në këtë kohë. Prandaj dashuria e tij do të shkojë aq larg sa e lejojmë ne të shkojë. Dashuria e tij do të ndihet aq shumë sa e lejojmë ne të qarkullojë. Ai do ta kanalizojë dashurinë e tij përmes nesh. Dhe përmes nesh, ai do të arrijë botën. Dhe nuk duhet hutohemi nga madhësia e kësaj detyre. Ai na ka dhënë një detyrë të vogël këtu në qytetin ton. Le të jemi burra dhe gra që e ndajmë dashurinë e Perëndisë në komunitetin ton. Le të mos ndalojmë se thënë njëri tjetrit, Perëndia të dojë, gjithmonë të ka dashur, gjithmonë do të dojë. Le të vazhdojmë ta shpërndajmë këtë mesazh. Dhe le t'i kërkojmë Perëndisë që ai të na bëjë burra dhe gra që e shprehin dashurinë e tyre, kështu që njerëzit e tjerë të shohin në ne se kush është ai dhe të mund ta njohin atë në mënyrë personale. Faleminderit që ndoqët mesazhin e sotëm në moment vendimtar. Shpresoj që të jeni inkurajuar nga fjala e Perëndisë dhe që të keni mësuar edhe më shumë se çfarë do thotë të kesh një marrëdhënie me Perëndin ton të dashur. Nëse nuk e keni një marrëdhënie personale me të dhe do të dëshironit të fillonit një të tillë, mund ta bëni këtë sot. Gjithçka që duhet bëni për të marrë dhuratën falas të Perëndisë për shpëtimin, është që të pendoheni për mëkatet dhe të pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Nëse ju e keni marrë këtë hap besimi sot, ju inkurajoj që të lidheni me një shërbes të besueshme apo me një kishë të zonës dhe të tregojeni dikujt për vendimin tuaj. Unë lutem që ju të vazhdoni të rriteni në besimin e ri që sapo keni gjetur. Perëndia ju bekoft. Do të takohemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.